2 vite më parë, Kuvendit I mjaftoi vetëm 4 ditë për të hequr imunitetin parlamentar të Sali Berishës, por në rastin e Belinda Ballukut, procesi duket I zvarritur. Kryedemokrati akuzon Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama për sfidë ndaj drejtësisë, duke theksuar se rregulloria e parlamentit parashikon raportin e Këshillit të Mandateve brenda 2 javësh, ndërsa në këtë rast kanë kaluar 20 ditë që nga dorëzimi I kërkesës së SPAK-ut. Në qoftë se rregulloria e parlamentit parashikon që brenda 2 javëve raporti I Komisionit të Mandateve, I Këshillit të Mandateve paraqitet në parlament, unë ju them sot se kanë kaluar 20 ditë nga data e dorëzimit në parlament të kërkesës së prokurorëve për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut. Edi Rama sfidon në këtë mënyrë në një grup shteti qytetarët shqiptar. Në të njëjtën kohë, Partia Demokratike mbetet e vendosur për kërkesën e saj për një qeveri teknike, e cila do të sigurojë përgatitjen e një procesi zgjedhor të drejtë dhe transparent. Insiston dhe do insistoj për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as dhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim, Partia Demokratike do të avancojë ose do paraqes propozimet e veta krahas forcave të tjera politike. Berisha është I bindur se Rama do të ketë fundin e presidentit të Venezuelës, arrestimit të cilit nga forcat amerikane DEA ka ngjallur optimizmin e shqiptarëve sipas kryedemokratit. Janë një thirrje e madhe për shqiptarët për të ngritur në revolt dhe për të larguar këtë qeveri, për të dhënë narkodiktatorit të tyre atë fund të turpshëm që pati narkodiktatori I Venezuelës.